Invalidët aksidentuar në punë po përballen me sfida të shumta. Presidenti i kësaj shoqate Nasim Shahini tregon se problem kryesor mbetet mos respektimi i hapësirave të parkimit të dedikuara për këtë kategori, kryesisht në zonat turistike Shirok dhe Velipoj. Të kërkesat përpajisën me leje parkimin të dedikuar për invalidët me aksidente të kufizuar. Këto në e shoqëron me një për plazhin në Shirok, edhe një për plazhin Velipoj, parkingu të Kulla, edhe këtu 20 metra. Atje në Shirok, është ai drini Gjafa, ai është në barak, ai dhe me zëpëtu të Shirokën, të në dhe me në him pjesë ne. Edhe në Velipoj kanë nërtu një barakë që më thonë dhe një. Shahini shton se problematik për këtë shoqat është edhe mungesa e një mjeti transporti për nevojat e invalidëve. Kemi disa vite që në shoqata e invalidëve të aksidentuar në punë në qendrën në Shkodër. Kërkojmë që të pajisim me një mjet motorik të përshtatur të përturim nga invalidët e kësaj shoqate sipas specifikave që kemi bërë edhe më parë. Përpjekja e shoqatës sonë për të pajisim me këtë mjet ka mbi 7 vjet që përsëritet duke filluar që nga Instituti Shikime Shoqore e në përgjithësi, përgjigje thesojnë se nuk kemi fondet e përvrikuar kur pas shkresës së dytë në periudhën e miratimit të buxhetit për vitin pas sharrës, jo vetëm që nuk përvrikuar në shpenzimet për këtë gjë, por në përgjigjen e shkresës tretë na thekson se nuk janë miratuar fondet nga parlamenti, çka bëri të nevojshme që ne të drejtohemi institucionet e tjera me radhë duke filluar nga Ministria e Financave, Ministrisë. Në qarkun Shkodër janë rreth 150 invalidë të aksidentuar në punë, të cilët kanë nevojë për mbështetje më të madhe financiare, kushte më të mira jetese dhe vëmendje nga institucionet përgjegjëse.